Bëhet fjalë për hadithin të cilin e transmeton Tirmidhiu, Taberaniu dhe të tjerë, dhe i cili e arrin gradën e hasenit inshallahu taala. Hasan është hadith pra prej haditheve të pranuara. Në të thuhet se erdh një beduin tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguari i Allahut, ata la devën, do me thonë, ky beduin doj këtë bëj pyetje për lidhje me tevekulin, mbështetje në Allahun subhanahu wa taala, sepse i kishte dëgjuar ajetet, hadithet të cilat flasin për atë se muslimani duhet të mbështetet Allahut subhanahu wa taala. Mirë po nuk e kish qartë, se a do me thonë nëse mbështetet ai në Allahun subhanahu wa taala, a do me thonë se duhet ta bëj veprën e cila kërkohet prej tij dhe e cila natyrisht njerëzit e bëjnë, siç është në këtë rast ta lidh devën e vet, apo kjo e kundërshton tevekulin në Allahun subhanahu wa taala, mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Dhe për këtë erdh që ta pyes pejgamberin alayhis salam, i tha: Ja Rasulullah, i tha, ata lidhi devën time apo ta lë kështu të lirë në dorë të Allahut dhe të mbështetem Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: lidhe një herë, lidhe dhe pastaj mbështetu në Allahun e lartësuar. Ky është hadithi pra, dy fjalë, lidhe devën dhe mbështetu në Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka shumë fjalë tham, mirë po ka domethënie të mëdha, sepse ka të bëj me dy gjëra të rëndësishme në akide, dhe të cilat i potencojnë dietarët e ehli sunetit në çështjet e akides pra. Gjëja e parë është në fjalën e Muhamedit alayhis salam, lidhe devën. Dhe kjo ka të bëjë me çështjen e marrjes së sebepeve. Dhe se kjo nuk e kundërshton tevekulin, mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Marrja e sebepeve, bërja e shkaqeve nuk e kundërshton pra mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Kjo është pika e parë. Ndërsa pika e dytë, për të cilën flet ky hadith, është mbështetu në Allahun, at-tawakkul, mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Dhe këto dy gjëra, marrja e sebepeve dhe mbështetja në Allahun, shkojnë njëra me tjetrën. Siç do ta përmendim kur do t'i përmendim pra argumentet që flasin për tevekulin apo mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala.